E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për t'ju përgjigjur në fakt atyre mesazheve tuaja që më keni thënë Tiron pse nuk e komenton deklaratën që bëri mbrëm Arjan Konomi në raport me Brikenën dhe Meshkujt. Tani, mua më vjen shumë keq, në fakt jemi në vitin 2026, Brikenën e quajtë një vajzë nga manastiri, në me thënë që në kuptonte flisnin për virgjërinë e Brikenës, etj. Por këto komente dhe këto fjalë vinë nga qëndrimi i Brikenës që ka patur në shtëpinë e Big Brotherit. Tani unë dua pak të ndaloj tek fenomeni Brikena, kjo vajza e cila do me thënë ka një trup jashtëzakonisht të bukur, vishet në formë moderne, por jeton në formë tradicionale. Do me thënë ka një kontradikt, le të themi, me veten e saj nga realiteti në atë se çfarë ajo ndjen dhe atë se çfarë ajo mendon. Unë mendoj që Brikena nuk dëshiron që në jetën e saj të përflitet si një vajzë e cila ka patur dikur një dashnor. Do me thënë qëllimi i gjithë shkaje tek Brikena është që është Brikena, e cila mund të ketë shkruar me një mashkull, mund të ketë komunikuar me një mashkull, por nuk ka patur dashuri. Ditën e djeshme në fan club u përmend një emër që unë realisht nuk dua ta përmend, sepse është një, do me thënë, është një reklam kot e kot kundër drejt atij personazhi i cili ka qenë pjesë edhe e përputhen, do me thënë Brikena pas ka shkruar me çunat e përputhen, ose ka dashur që të jetë pjesë e përputhen, e ka patur një ndjesi në shpirtin e saj dhe nuk ka arritur që ta bën sepse familja ka qenë krejtësisht kundër, ose ka një diçka këtu, sepse nuk mundet një vajzë të shkruan me të gjithë çunat që kanë të bëjnë me një format të ngjajshëm. Tani Brikena mendoj që ka dashur që të ndërtoj lidhje në jetën e saj, ka dashur që të ndërtoj emocione dashurie, por mund të jetë një vajzë shumë e fiksuar dhe mund të ketë presionin shumë të madh të familjes dhe të prindërve të saj, edhe pse jetojmë në vitin 2026, unë mendoj që jeta, bota, qëndrimet kanë ndryshuar, por siç duket tek familja e Brikenës jo. Tani, u tha që Brikena ka shkruar me këtë çunin. Del një djalë tjetër në Top Channel, në Top Albania Radio, thot un kam shkruar me Brikenën. Brikena thot un kam shkruar me Mateon dhe e kam puthur. Tani, ti pse nuk ja jep puthjen Mateos derisa Mateo është brenda në shtëpinë e Big Brotherit, por ja ke dhënë puthjen duke mos qenë sigurt kur ke qenë ti jashtë. Do me thënë ti e ke frikën se si do të komentohesh jashtë dhe e ke frikën të familjes. Tani që Brikena ka shkruar, ajo nuk është ndonjë gjë e keqe sepse në fund të ditës çdo femër shkruan, çdo femër flet me një djalë. Por gabimi i Brikenës është sepse Brikena i egzageron gjërat dhe në momentin kur Brikena i egzageron gjërat, i përflet jashtëzakonisht shumë, do me thënë don të tregohet kjo goca që është e ëmbël, e dashur, që s'ka bërë gabime kur, aty është dështimi i Brikenës dhe aty e godasin Brikenën. Unë mendoj që gjërat duhet i marrin pak më shtruar, Brikena duhet të jetë pak më moderne, jo kaq shumë tradicionale, sepse në fund të ditës nuk ka asnjë gjë të keqe nëse ti si vajzë ke një të dashur. I dashuria është i mirëpritur në jetën e çdo femre, sepse një femër derisa ka lindur, derisa jeton me patjetër që do të krijon edhe një lidhje dashurie. Dhe ajo që Brikena dëshiron ta bën, ndoshta ka frikën e këtyre komenteve, edhe dëshiron që direkt të martohet me Mateon. Dua të marr mendimin tuaj.